Java e madhe e Pashkës sot dhe si gjithmonë ka shumë njerëz që ndjejnë atë lodhjen, atë dhimbjen shpirtërore më tepër, atë vetminë, dhe është energjia e këtyre ditëve dhe nevoja të kemi një familje, të kemi njerëz afër për mbështetje, për të ndarë gjithçka bashkë. Por kjo dhimbje dhe kjo nevojë që kemi ne si qenie shpirtërore këtu, hyjnore dhe njerëzore, është më tepër një diçka që është më e thellë se sa duket. Në qoftë se dhe ti që shikon këtë video ndjen këtë energji, një dhimbje, një diçka nga brenda, një boshllëk që nuk të mbushet me asgjë, në qoftë se ke arritur të jesh në një fazë të jetës që bën kaq shumë përpjekje, po asgjë nuk të shkon mbar. Gjithashtu ke dhënë shumë tek njerëzit dhe nuk ke marrë, por jo vetëm nuk ke marrë, po ke marrë dhe pikëllimin, zhgënjimin, tradhtinë, dhimbjen e shumë të tjera. Dhe shpeshherë akoma dhe tek nga njerëzit më të dashur tanë, të familjarët tanë, motra, vëllezër, partnerë e shumë të tjerë. Për të gjitha këto do flasim të mërkurën. Këtë të mërkurë të javës të madhe në Zoom falas është i hapur për të gjithë ju që e shikoni këtë videon, por jo vetëm, shpërndaj këtë video dhe në njerëz të tjerë, që të shikojmë ku pikërisht keni filluar të lidheni me këtë dhimbje, me këtë boshllëkun dhe si të dalim nga këto, sepse këto janë më të thella se sa duken. Ne kemi një dhimbje të trashëguar dhe nga pararësit dhe nga ora e ngjizjes në barkun e nënës, dhe ti ke marrë çfarëdo që ajo nanë ka sjell nga nëna e saj dhe e pararësve të saj dhe shëqyr Zotit. Ne shqiptarët kemi shumë dhimbje, kemi përjetuar dhimbje, por të gjitha këto kanë ardhur sepse jemi dhe një shpirt i madh dhe kemi një dritë të madhe dhe është ajo, si të thuash, provimi që kemi këtu, mësimin këtu në tokë, ndërmjet dhimbjes, të lirojmë dhimbjen që të ndjejmë gëzimin, të lidhemi me zemrën tonë, me shpirtin tonë të vërtet, me Zotin e vërtet, që t'ja dalim banë për gjithçka. Të gjitha këto do t'i themi ditën e mërkurë falas, shpërndajeni këtë video dhe në shokë e miqë e në armiq dhe ata që si duam, sepse dhe ata që na i kanë bërë jetën më të vështirë deri tani, kanë marrë një rol në këtë jetë. Janë të gjitha mësimet tona, si t'i shikojmë, t'i pranojmë dhe t'i lirojmë, sepse zgjidhja është vetëm kjo. Dhe këtë ja u them jo vetëm nga metodat që punoj dhe nga njerëzit që punoj, që bëjmë terapi private dhe në grupe, po ja u them nga përvoja ime, që në fëmijëri, dhe do t'a themi atë ditë, do ndajmë përvojën tonë, sepse e vërteta shëron. Kam përjetuar dhimbje të mëdha dhe kam marrë dhimbjet e pararësve, dhimbjet e nënës, të babait tim dhe i kam bërë timet. Dhe këto shpeshherë pa dashje i kemi kaluar dhe tek fëmijët, sepse tash ne e trashëgojmë dhe do t'i shkojmë atë ditë, do t'i shkojmë së bashku, që ne i trashëgojmë dhe i japim më poshtë. Por tani ju bëj thirrje për një lidhje së bashku, që të lirojmë dhimbjet, akoma dhe dhimbjen e Shqipërisë, ka shumë dhimbje, akoma dhe flamuri ynë që është kuq e zi, na flet për dhimbjen e madhe që kemi përjetuar dhe që ka toka shqiptare. Por ne të gjithë së bashku, të lidhur dorë për dorë me njëri tjetrin, duke hapur zemrat, duke mos bërë më të fortët, se bëjmë të fortët, kur e vërteta jonë është që ne gjunjëzohemi edhe nuk pranojmë të themi që jemi dhe të dobët.
dhe këtë e kam bërë dhe unë. Por akoma dhe kur jemi poshtë, ne na kërkojnë ndihmë dhe ju japim të tjerëve. Dhe nuk japim nga plotësia jonë, japim nga poshtllëku jonë. Akoma dhe unë si terapiste, dhe në fillim, por nga njerë kur dikush më kërkon ndihmë dhe mundet të mos ke mundësi ose të jetë ora e çlodhjes për mua, nuk e kam respektuar veten time. Dhe kjo vjen përsëri, derisa ta mësojmë atë mësim. Për të gjithë, o shpirtra të bukur, që i doni vërtet, të dini të vërtetën, të dimë si të dalim nga kjo, dita e mërkur, ora 18 të Shqipërisë, 19 të Greqisë, në platformën Zoom do bëjmë live. Në qoftë se s'keni Zoom dhe jeni në Instagram, në Facebook ose kudo, më thoni që të bëjmë lidhjen dhe direkte dhe me Instagramin ose me Facebookun. Do jetë falas, ju jam mirënjohëse për gjithçka, jemi një, jemi të lidhur me njëri tjetrin dhe shpeshherë, dhe sot është një nga ato ditët që isha shumë e lidhur dhe para se ta bëj këtë video kam qarë, kam punuar, sepse isha shumë e lidhur me dhimbjen kolektive të paraardhësve tonën, sepse jemi të lidhur me njëri tjetrin. Shpeshherë, si terapiste, ndjej dhimbjen e të tjerëve. Dhe kjo vjen shumë tek mua dhe duket sikur është timja. Duke mos patur asnjë shkak të isha e mërzitur sot, u ngrita me një dhimbje në gjoks, me një mërzitje, me një diçka që thosha çfarë kam. Dhe duke punuar këtu jashtë, siç e shikoni, deri tani para se të bënja videon, ishte gjithë ajo dhimbja kolektive dhe shkaku që edhe një teatër që pash dhe dje me dhimbje dhe ndjeva rëngjethje në tërë trupin, sepse trupi dhe sistemi nervor mban të gjithë ato që neve nuk i kemi parë, nuk i shikojmë. Ju falenderoj, ju përshëndes dhe ju mirëpres. Të hapim zemrat të gjithë, se të gjithë së bashku mundemi të punojmë dhe të lirojmë. Me një lule, thoshin, populli nuk vjen behari. Prandaj dua dhe lule të tjera të celura, sepse e di që jeni shpirte të mëdhenj, që së bashku të bëjmë mrekulli. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe kërkoni linkun tek numri 0030 699 321 46 37 në Viber, Telegram dhe në WhatsApp. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe të keni një javë të mbarë.